Kur doni me zgjidh presidentin, kur doni me zgjidh çështjen e presidentit, jo çështja e parë është jep një emra partitë politike, nuk pret vetëvendosja me të ardhë edhe me të thonë që çka ti po menon, kanë po ma propozon që duhet me qenë e unë tani mendoj me ta kthy përgjigjen edhe çështja mendjen e kam pas vetëm te zgjedhjet. Të çojmë vetëvendosjen mos po merr më pak se 51%. Kjo është e vërteta. Kjo është esenca e këtij procesit politik. Në përcin kemi kaluar. Qëre, se ti e përsërit një fjalë nuk e bën ato të vërtetë. Do të thonë, na po flasim që ti i ki një grup parlamentar që janë shqiptar, që ku janë aty. Nuk i ke thirr rreth si ka thirr Albin Kurti me fol. Mi pas interesu votat, mi bën 72-83. Kjo është tash ti mashtrimi i radhës që e bone. Pra edhe që tu e bune një mashtrim të radhës, se ti ke mujt me çu një letër që e kemi lyp na. A di pse kemi lyp letër na? Se e kena ditë që ndroni fjalë që shpindroni sot. Për që të arsye kena lyp letër për juve. Se s'jeni mo partneri kërkojna. Nuk jeni në gjendje me kriju partneritet me kërkën. Sepse gjithçka që ka bëni është tremboni të vërtetën ose e thuni gjysë të vërtetën. Të kena lyp letër. Unë me harrova që PDK-ja është partia fjalës. Mirë, të kena lyp letër. Në rregull të çashtu qysh është, kena ardhur, ta kena marrë fjalën. Të kena ardhur, të kena thonë çfarë një letër. Deri letër, të kena thonë s'kena me të ardhur mo. Edhe s'kena ardhur mo. Po të kena tregu s'ki as çana jush. As ki ç'a mendon. Nëse i krijon do kritere, i shkruan do parime. 3 sekonda jogre. Folëm me krejt, këshyru ma pe zgjedhëm dikon. Dorsa. Si me pas diti thash. Po lysh atë demoçi vetë ka konfirmuar që ju se keni pranuar. Si me pas diti thash në fillim që kanë me shpik Gogolin se që këta kanë dash neve me na qua. Dhe domethënë është narracion që jeni të përsëritur që sa kohë nuk është e re. Po vetëm një pyetje kam. Pse më rindrut vetë fjalët? Albin Kurti në fillim tha do ta bëjmë një marrëveshje me LDK-n. Ju e keni ditë sa deputeti kemi na. Çka ndodhi që prej 80 deputetëve që ishin mjaftueshëm për një herë nuk ishin më të mjaftueshëm? Çka ndodhi? E para, e dyta, ju po thoni si kemi pas 80 vota për Vjosa Osmanin, me sa vota shkove ti në kuvend me u votu? Me sa vota shkoj Ferite Rushit në kuvend me u votu? A e tu kuptu që... Më falë, ajgarje të boa, lutëm, pyetja ke, me sa vota tu kanë dasht? Sepse rrugës ki thonë se mjaftoj votat e tua, se veshe më rezultite na, se insistojshë në ardhë të na. A i ke pas paku 2 deputet që kanë thonë nuk e votuin a Vjosën Osman. I kemi pas deputet që kishin qenë gjeni me votu, këtë do që kishë mirat u këshili për gjithë shumë. Ku jenë ato 15 vota? Që së më ki testu, se se ki probleme. Për testime, e që ka boni 2 ditë e fundit më reglau për njufta, nëse jo testime. Përveç që, atin shka është dalimi, ju se keni problem me i nështu, me i testu dhe me i trajtu njerëzit në mos seriositetin matë, po ti i testu mjesh dhe det. Ty t'ka testu pa pikën e problemet. Ti ki pranu mu testu. Ki pranu mu testu edhe heq kec t'ka ardhë. Heq.